Ky është një takim I parë I cili përgatitemi për procesin që është në ditët e afërta lidhur me verifikimin e masës dhe kushteve të masës sigurimi që është aresti në burg. Dhe kuptohet që ne duam dosjen sepse është e turpshme që mbas kaq kohësh, edhe pse kemi bërë kërkesë, edhe pse jemi drejtuar inspektorit të lartë të drejtësisë që na është mohuar një jetë drejt që na vjen dispozicion dosja, se pa dosje s'kemi si të ngrem dhe pretendime. Natyrisht, I mbrojtur prej me zoti Agaci pretendon që është jashtë çdo ngarkese juridike për shkak sepse ai pretendon dhe kjo është një fakt që ai nuk ka prekur financat publike sepse nuk është dhe nuk ka qenë asnjëherë në funksionet e autoriteteve që menaxhojnë financat publike, nuk ka hyrë as në tendera, nuk ka marrë pjesë. Kështu që pavarësisht se s'dua të ashu media, por media e ka fryrë problemin, e ka zmadhuar dhe e ka vënë këtë në epicendër të gjithë kësaj ngarkese dhe procesi të deklaruar nga organi I SPAK. Zoti Argjia, nëse ai është I pafajshëm normal që pretendon, pse nuk është dorëzuar në autoritete? Pasi ka mbi 8 muaj që kërkon. Kjo është pyetje që do të më I dhënë një përgjigje. Problemi është sepse këta të fusin në burg, pastaj e di atë historinë që të marrin të presin këmbën, pastaj ta numërojnë, ke apo si ke 2. Kupton apo jo? Dhe kjo është një praktikë e vendosur që në fillim të fusin në burg, pastaj bëjnë hetimet. Ndërkohë që duhet jetë e kundërta, duhet të bëjnë hetimet, të mbledhin provat dhe pastaj të drejtojnë gjykatës në raport me veprën, me rrezikshmërinë apo jo të personit dhe me gjithë ngarkesën në publik të kërkojnë një masë të përshtatshme me gjithë ato orientime që ka dhënë gjykata kushtetuese. Zoti Argjia, pak kohë më parë kur ishte në një prej seancave gjyqësore, ju deklarua që klienti juaj ndodhej jashtë vendit duke nënshkruar një kontratë biznesi. Si ka ardhur në Shqipëri? Ka ardhur në mënyrë ilegale? Po patjetër do ketë jo në mënyrë ilegale apo unë pretendoj dhe I shkoj gjithmonë rrugës ligjore që do ketë në atë rrugë që kalojnë, në atë rrugë do të ketë ardhur. Për sa I përket seancës gjyqësore, kur pritet të mbahet? Na lajmërojnë, mund të bëhet pas nesër, se kështu janë ato afate që juve tashmë I dini.